familje urtë, familje punëtorësh. Ishin nga ekonomia dobët, po punonte ai i shpisi baba i fëmijëve, vinte në punë, në ndërtim, punonte. Ajo mbante 2 fëmijët aty. I ushqente me asa kishte mundësi, bashkia e ndihmonte jashtë mase, muaj për muaj, i jepte edhe ndihmë, dhe plus që merrte edhe ekonominë që fëmijë ishin me autik. Të 2 fëmijët, dhe djali dhe vajza. Vajza ishte më e vogël se djali. Djali ishte më këmbë, rrite vajza jo dhe aq. Kjo ishte pak kështu, jo shumë për fëmijët që të kujdesje. Neve të lagjes i flisnim, i thoshim, lajë, ç'plajë, se e ndihmonim, bënim çdo gjë i çonim. Dhe me këtës, nuk i bindim qaf askush. Si ka ndodhur sot? Po kjo e ndodhur, unë për momentin nuk isha. Po aty ajo ka një krevat me syngjera aty dhe ata fëmijët trazonin zjarrin. Dhe rën zjarri aty, djegur syngjeri dhe në bazë të asaj dihet që po botym syngjeri s'ka flak vetëm tymben. Dhe vajza parë dhe u hedhur nga dritarja vajza. Vajza hedhur nga dritarja, kurse ata të 2 kishin tym, nuk mundet të delnin. Vajzën e shpëtovi, doli një zonjë aty, e shpëtovi ajo. Kurse djali ishte mbaruar me djemën gjatë. Si u tregoi zonja që e shpëtovi ngjarë? Kaq, doli se e mora unë telefon dili thash për të marrë diçka. Mora tim shoqi thash në xhir jepja një çik, një diçka që t'ja jepja asaj. Doli ajo në atë kohë, pastaj kishte dëgjuar të thirurat. I binte derës vajza. Vajza i binte derës. Vetëm vajza ishte i binte me shelma, i binte një gjë të këtij, i binte. Dëgjon kjo komshia, del dhe komshia tjetër. Dhe pastaj arritën që aty ku kanë arritur.